gjithëve, mirë se vini në edicionin e radhës të podcastit Mos Hesh. Në fakt, është bërë rutinë që në 8 emisionet e mparshme të flasim për politikë, duke ditur që edhe vetë situata politike në gjithë vendin, por njëkohësisht edhe në qarkun e Korçës është shumë e nxehtë. Në fakt, ditën e sotme do të qëndrojmë tek zhvillimet politike, këtë herë në kampin e maxhorancës, dhe të ftuar un kam doktor Erion Thëngjillin, që është njëkohësisht dhe kryetar i Partisë Socialiste në qytetin e Pogradecit. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit Armand për ftesën, edhe urime për podcastin, një podcast i lezetshëm. Faleminderit. Unë ju drejtoj me doktor sepse të qeni doktor nuk kombet as nëse hyn në politikë, as nëse del edhe nga politika. Kështu që është një status në vetvete. Është e vërtetë që të quajturi doktor edhe tek pjesa e partisë mua nuk më ka ndryshuar. Domethënë kam preferuar më mirë që antarët, kolegët më quajnë doktori sesa kryetari. Është më mirë si status. Unë ndjej mirë. Duket edhe më humane, duket edhe më butë për veshin. Në fakt u bën kohë që jeni në ndërtimin e Partisë Socialiste dhe pikërisht për këtë arsye, pse një mjek, një profesion kaq human hyn në një profil që është pak i ndryshëm, pak i egër në vetvete në politikë, ëh, se politika e Shqipërisë pak të njëjtë egër. Është e vërtetë që afrimiteti im me politikën është pak 20 vjeçar. Domethënë më mend ka qenë viti 2005, kur unë kisha një periudhë gati një vit e gjysmë, 2 vjet që kisha filluar mjekësi nefrolog në spitalin e Pogradecit. Nuk kam qenë antar partie, por kam pas një background familjar të majt, plus edhe rreti shoqëror dhe miqësor, dhe në zgjedhjet e 2005-s e më mend si tani më është kërkuar për të qenë deleguar në një zonë që ishte bastioni të djathtës. Ishte bastioni të djathtës dhe Partia Socialiste nuk e kishte marrë asnjëherë të paktën deri në atë vit, në të gjitha llojet e zgjedhjeve lokale apo qendrore, mbase si zonë e fortë. Dhe më është kërkuar që të jemi deleguar, duke mos qenë antar partie, por duke qenë se me atë zonë unë kam qenë i lidhur sepse kam kaluar fëmijërinë time. Dhe ajo ishte qasja ime e parë me politikën. Por që në momentin e parë që fillova të merresha me pjesën organizative, kuptova që po ndihesha mirë. Dhe brenda vetes ndoshta kuptova që kisha një vokacion për të marrë me politikë. Dhe këtë besim ma shtoi pastaj rezultati në fund, pavarësisht se në 2005-ën Partia Socialiste kaloi në opozitë, në atë zonë ku unë isha i deleguar, si asnjëherë tjetër ka dalë pothuajse me numër të barabartë votash. Domethënë nuk ishte ai ndeku që ka qenë tash shifrat për të qenë korrekt, nuk do t'i përmbajmë. Sigurisht ne vazhduam në opozitë, gjithmonë kisha një qasje ndaj politikës majt, ndiqja zhvillimet patjetër edhe në kampin e djathtë, mbasi PD-ja erdhi në pushtet në 2005-ën në televizionin e famshme të Kopit. Patjetër që kam pas oferta edhe për të angazhuar tek krahu i djathtë. Por asnjëherë nuk e kam menduar. Kam dashur gjithmonë që nëse një ditë do të merresha në politikë, për shkak tash edhe të bindjeve të mia, për shkak të background familjar, po e gjeja veten me principet dhe parimet e mia më afër të majtës moderne. Është e qartë, sidomos në një moment kur shihet që dikush është në vështirësi, atëherë shihen vlerat atyre që ndihmojnë. Kështu që duket se në atë periudhë, të paktën siç edhe ju e bërë një analogji plot, është që Partia Socialiste kaloi në opozitë. Gjatë viteve duket se jeni angazhuar në pozicione të ndryshme më pas. Patjetër. Po ta bëj këtë prezantim jo për ata që të njohin, për ata që mbase të dinë si kryetar Partisë Socialiste, por jo domosdoshmërisht të njohin Ecurin. Jo të gjithë e dinë Ecurin si ka qenë futja ime graduale në Partinë Socialiste. Unë kam jetuar në Tiranë periudhën e viteve të atij zhvillimit kaotik të Tiranës, në 92-shin, në 98-ën, domethënë kam mbaruar fakultetin dhe pastaj më qelloi që periudha e specializimit isha në një periudhë tjetër, nga viti 2000 dhe më pas, ku në krye të Bashkisë Tiranës erdhi Edi Rama. Dhe e pash vendosmërinë, e pash vizionin e tij dhe transformimin që i dha Tiranës. Domethënë ndoshta
shumë nga ata që na dëgjojnë e kanë parasysh se çfarë ndodhi me Park Morinia apo me Lanën, kupton, dhe të gjithë ne jetonim në Tiranë dhe kuptonim, dëgjonim këtu janë interesa të mëdha, këto s'kan për të prishur, kjo është pjesa më e keqe e Tiranës. Por edhe një ditë që u bë ajo ndryrje e kryebashkiakut të Tiranës në atë kohë të Ramës, dhe mua më krya bindja që nëse ky vend do të bëhet ndonjëherë, do të bëhet vetëm nëse Edi Rama do të jetë kryet Partisë Socialiste. Dhe pavarësisht se ne ishim në opozitë, në 2007 jam antarësuar në Partinë Socialiste. Është bërë vendi? Është bërë vendi brenda pritshmërive tua për të bërë si vend në krye të Partisë Socialiste dhe Krye të Shqipërisë? Po. Shiko, patjetër që është brenda pritshmërive, ndoshta është koha edhe për shkak të zhvillimeve që nuk varen nga faktorë të brendshëm, që e ka vonuar atë që ne kemi pasur ambicie që në vitin e 10 Shqipëria të Evropës, por unë them që me mandatin e 4 të Partisë Socialiste ne do të realizojmë ëndrrën tonë dhe ëndrrën e të gjithë shqiptarëve që brenda vitit 2030 Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë vazhdoj, jam i bindur se i vetmi lider vizionar që do ta çojë përpara këtë është Edi Rama dhe Partia Socialiste. E tham, jam antarësuar në 2007, pastaj kam pasur një duke qenë antar i thjesht organizate, më pas u bëra kryetar organizate tek një nga lagjet e Pogradecit, dhe në 2015, mbas zgjedhjeve lokale 2015-ës, ku ne humbëm Bashkinë e Pogradecit mbasi kishim një fitore plebiscitare me 1 milion vota 2013-ës. Me ndihmën e strukturave tuaja. Jo vetëm që humbëm kreun e bashkisë, por Partia Socialiste pësoi një goditje edhe në numrin e këshilltarëve, morëm numrin më të vogël të këshilltarëve. Gjithsesi prapë e drejtonin këshillin. Jo, ajo ç'është tjetër, por thelbësisht domethënë aty kuptova që domethënë ishte momenti që duhet të bënim një hap goxha të madh për ta riunifikuar edhe një herë partinë. Dhe në atë periudhë, për izë vërtetës, bashkëpunëtorët, shokët e partisë, kolegët, gjithë më kanë stimuluar për të marrë partinë që në atë kohë. Por ka qenë një vendim i asamblesë kombëtare të asaj kohe që kryetari i partisë do të ishte vetëm kryetar partie, do të ishte edhe rrogëtar. E kupton, dhe unë gjenda para faktit që duhet të bëja një zgjedhje midis profesionit dhe të qenoj kryetar partie, kështu që e kam refuzuar në atë moment, por jo për të mos u marrë, dhe pastaj kam kandiduar për kryetarin e qytetit, partisë qytetit. Dhe ka qenë realizm besoni, ka qenë një gar. Kemi qenë 4 kandidat në gar. Aty kam fituar dhe kam pasur një mbështetje pothuajse plebiscitare nga e gjithë antarësia. Kjo pastaj ishte shtysa që domethënë më futi në vorbull e vetë zhvillimeve politike, dhe në 2017-ën, në 2019-ën, në 2021-shin kam drejtuar fushatën e Partisë Socialiste për qytetin, dhe më pas në 2022-shin, qershor 2022-shit, kalova në krye të Partisë të Bashkisë Pogradecit. Ka një ecuri graduale, nuk është katapultim. Megjithse ne do të flasim edhe pak më vonë, listat treguan dhe katapultime, listat që kanë nxjerrë partitë politike në përgjithësi edhe kryesisht edhe Partia Socialiste, por në vetvete kur më thua që ka qenë vërtet garë, unë e besoj. Në Partinë Socialiste ekziston gara në nivel tek i dyti, për vendin e dytë se për të parin. Tu diskutoj për vendin e parë. Jo, ne po flasim për nivel kombëtar, kështu që për gjitha vendet e tjera ka garë dhe ka garë të egër. Nuk besoj se në Partinë Socialiste mungojnë mekanizmat dhe mungojnë forumet për të promovuar gjithkush aftësinë e vet apo ambicien e vet për të qenë lideri i Partisë Socialiste, por jam i bindur, ashtu që kam unë bindje, por edhe shumë të tjerë që ndoshta nuk ka dalë akoma një lider që të bëjë një hap më tej se Edi Rama. Nëse kjo është një pjesë e brendshme juaja. Kjo është, por gjithsesi mbetet ndërmjet asaj publikes dhe partijakes. Okej, në rregull. Është marrëdhënie shumë në kjo lidhur. Në këtë që them, unë jam i sinqert të tash, unë jam edhe antar i asamblesë kombëtare prej 3 mandatesh, domethënë që në 2016, kështu që në kontakt edhe me kolegë dhe me eminenca të Partisë Socialiste, domethënë aty kuptojnë domethënë që asnjë nuk është se ka bindjen e vet që mund të dalë domethënë edhe të fitojë përballë Edi Ramës.
Absolutisht. Kjo është një diçka që është kultivuar në Shqipëri. Mbase ju thoni që fiton pas Edi Ramës, ata të tjerë thonë humbet edhe pas Lulzim Bashës. Kështu që kryesisht partitë shqiptare krijojnë një model të pathyeshmërisë vetë drejtuesve, të cilët historikisht i shohim në arenën publike dhe politike në këto 35 vitet e fundit. Unë do të thoja që të jesh drejtuesi një partie, të jesh lider, duhet të kesh një karizmë të brendshme të lindur. Jo çdo njeri mund të jetë lider i një partie. Kështu që prandaj të them, për sa kohë nuk merr fare me pjesë tjetër, por për sa kohë në radhën e Partisë Socialiste nuk është se ka dalë një figurë tjetër. Ne jemi në mbështetje të leadershipit dhe të vizionit të Edi Ramës për të realizuar ambicet tona. Doktor, duke qëndrojmë tek ky moment, ju e përmendët pjesën e 11 majit si një nga testet për të vazhduar më pas ecurit në Bashkimin Evropian, atë proces që pritet të përfundojë, siç edhe ju e thatë, nëse merret mandati i 4. Por detyrimisht ka një ushtri. Kur e them ushtri, janë pikërisht ata deputetët të cilët rreshtohen për të mbledhur vota për të maksimizuar rezultatet. Dhe kjo u bë publike vetëm 2 ditë më parë në kryeqytet. Drejtuesi politik i qarkut Niko Peleshi bëri publike emrat të cilët janë në listë mbyllur dhe listë hapur. I mungon Pogradecit një kandidat në listë mbyllur dhe nuk është një surprizë e re, është një gjë që ndodh në gjitha partitë, jo vetëm Partinë Socialiste, sepse shihet më shumë fokus Korça, duket dominon Korça në gjitha rastet. Gjithsesi, përpos kësaj pjese ka sjell dhe emra publik, emra të ndryshëm të cilët në vetvete vinë në këtë listë. Ato surprizoi? Shiko, për të qenë sinqert, ne si kryesi dhe unë si kryetar partie kam kërkuar me drejtuesi politik të qarkut që Pogradeci ka ardhur momenti që duhet të jetë patjetër i përfaqësuar denjësisht në listë. Dhe kemi kërkuar që njëri të ishte tek lista e mbyllur dhe dy të ishin tek lista e hapur. Dhe këtë jo thjesht dhe vetëm se duhet ta ketë Pogradeci, por me argumenta, me numër votuesish, me rezultate gjithmonë në rritje, me diferencë gjithmonë në rritje me kundërshtarët tanë politik këtu në Pogradec. Unë e kuptoj që ndoshta gjithkush nga kryetarët e partive mund të ketë pas kërkesa të kësaj natyre. Mua më duken që kërkesat tona ishin racionale. Por tek e fundit, përderisa artimi listës është topik, është përgjegjësi e njeriu që është drejtuesi politik i qarkut. Sigurisht qarku ton ka edhe specifika të veçanta, lokalitete, mentalitete që duhet të përfaqësohen me patjetër të kenë tek ajo listë. Kështu që ju më thoni që a surprizuat. Unë përveç në rast po. Nuk do të quaja surprizuar, gjithsesi thash qëllimi justifikon mjetin dhe përderisa është drejtuesi politik i qarkut që do të jenë në krye të kësaj fushate dhe me ato objektiva që kemi ne, në fund fare nëse realizohet, ne duhet të japim të drejtë për këtë listë. Unë mendoj që Pogradeci nuk është i papërfaqësuar në listë. Jo, është në 2 vendeve. Nuk mendoj se është i papërfaqësuar në listë. Janë 2 kandidatura. Është Bledi Çomo dhe Alfonsi. Bledi ka qenë kryetari i Partisë Socialiste për një periudhë 6 vjeçare. Ka kandiduar edhe në zgjedhjet e 2021 dhe për të vërtetësh ishte me votë nominale. Mbas Niko Peleshit ishte i dyti. Absolutisht. Me vota në qark. Kështu që tregoj që kishte një farë mbështetje dhe madje mundi të deleguar në atë regulament. Ndoshta po, e vërtetësh. Ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja dhe logjika që është menduar që të jetë përsëri Bledi tek lista e hapur. Ose pjesa tjetër, patjetër, mua më vjen mirë që dhe Alfonsi një djalë i ri ambicioz që vjen nga platforma deputeti që duam do të jetë pjesë e listës së kandidatëve dhe unë mendoj që Pogradeci ka forcë, ka numër votash, dhe nëse menaxhon mirë këtë votë, ne mund të nxjerrim edhe 2 deputet. Nëse nuk ndahen, këtë do të doja në mënyrë dëmtuese, sepse ndodh që dëmtohet edhe kandidatët. Këtë do të doja dhe do të uroja me gjithë shpirtin, domethënë do doja që Pogradeci të përfaqësohej me 2 deputet në parlamentin e ardhshëm. Për sa i përket listës, çdo listë
në momentin që bëhet ka një moment objektiv dhe një moment subjektiv. Domethënë, nëse do ta bëni ty atë listë, nëse do ta bëja unë, do të ishte ndryshe. Jo ndoshta gjithë lista, po do të kishte ndryshime. Por tek e fundit, tham, qëllimi justifikon mjetin. Dhe ne do të jemi në pritje të rezultatit. Nëse ne realizojmë objektivin ton, patjetër që është listë e mirë. Dhe më besoni, këtë e kam provuar edhe në pozicionin e kryetarit të partisë kur kam martuar listën e këshilltarëve. Të këshilltarëve, po, është për këshillin. Është nga përgjegjësitë që ndodh në zgjedhjet vendore. Në zgjedhjet vendore. Dhe tash e kam martuar një listë duke patur ca principe, duke marrë konsultime njëri tjetrën, duke marrë balancën në vetvete. Duke ruajtur balancat, dhe unë isha i pari që thash që ne do marrim minimalisht 17 mandate. Në qark. Për këtë më besoni, e them me modesti, por kjo ishte e vërteta dhe ne nuk morëm 17, por morëm 19. Por kur i shikoja atë listë, toja që nëse do ta bëja sot, mund të kishte ndryshime. Po do shikoj muajin tjetër, mund të kenë ndryshime. Pra, kështu është dhe lista. Në fund fare, ne jemi një skuadër. Në fund fare, ne jemi një grup që kemi një mision caktuar të realizojmë objektivin ton për zgjedhjet e 2025. Machiavelli thot jo vetëm qëllimi justifikon mjetin, që është një nga elementet dhe postulatet kryesore, por jep edhe një postulat tjetër, postulatin për sa i përket princave të cilët vendosen nga jashtë i injektuar, për të sjellë ndoshta edhe perfeksionim apo për sjellë politika të reja, machiavelliste, por në vetvete dëmtojnë dhe krijojnë irritim në strukturat e brendshme, do ta themi, në strukturat aktuale. Romina Kuko është një nga ato, të cilat vjen nga jashtë listës, nga jashtë qarkut, është një emër i ri, që i përngjan pak Blerina Gjulametit në mënyrën se si erdhi. Unë kam një peng timin personal për sa i përket kësaj, po e ndaj personalisht me ju edhe publikisht me audiencën, sepse në vetvete deputetët e importuar, kandidatët e importuar vinë në të gjitha forcat politike. Mbaj mend edhe nëse janë dhe nëse dalin nga xhiri i vetë qytetit, ndonjëherë na dalin dhe na humbasin, si majtas dhe djathtas. Mendoni që mund të ndodhi një njëjta gjë me emrat e rinj, duke përfshirë dhe zëvendës ministrën e brendshme. Shikoj, Romina për vërtetës për mua ka vlerësimin maksimal. Nuk është se është 100% e importuar, sepse Romina ka një lidhje me qarkun tonë. Romina është lindur në Korçë. Pra ka një qasje me qarkun tonë, nuk është se nuk e njeh terrenin. Dhe për mua kam mbajtur pozicionet larta deri zëvendës ministre, plus që është të marrë edhe me pjesën e sekretariatit për diasporë. Dhe mos harrojmë që vota e diasporës do të ketë një vlerë të jashtëzakonshme. Jemi një qarku i katërt, do ta diskutojmë në këto zgjedhje. Kështu që unë mendoj që është zgjedhje mirë. Ju më ngacmuat pak edhe me deputeten Gjulametin e para 4 viteve. Këtë s'besoj se jo fal, as antarësia as Pogradeci. Shiko, ajo nuk ishte zgjedhja jonë. Blerina erdhi në Pogradec, mori pothuajse gjysmën e votës Pogradecare, paktën të votave që mori krahasimisht me kandidatin tjetër, me Bledin. Po pastaj ishte një vendim i kryetarit të partisë që i duhej në një zonë pak problematike në Tiranë, siç ishte njësia 4, dhe u tëroj që duke qenë deleguar atje ndoshta për të krijuar terrenin për zgjedhjet lokale që vinin të 2023-shit apo dhe të tanishme të 2025-s. Shumë personazhe u diskutuan në Pogradec në lista. Duhet të them tani që nga Andi Shkira që vinte djal nga Pogradeci, por me një karrierë të vendosur në Tiranë, sot Iraq Mangëri që ka qenë në struktura në disa sekretari i Partisë Socialiste në qytetin e Pogradecit, njëkohësisht dhe mban disa pozicione politike, ndërmjet kryesorit edhe ju jeni diskutuar në listat, paktën në 2 ditët e fundit kam informacione që ka pasur diskutime më të gjëra, dhe mendoj që emri juaj jo vetëm që është diskutuar brenda partisë, por shumë është lobuar edhe në qendër, por duket sikur nuk jeni të përfshirë në listë. Çfarë ka ndodhur me gjithë këta emra? Ti përmendaj jo pa qëllim, por në vetvete për të qartësuar edhe socialistët pse u zgjodh Oldashi dhe Çomo dhe nuk u zgjodh
Mangëri, Thëngjilli apo Shkira, dhe Shkira në fakt kishte reaguar publikisht për këtë gjë që quante një rezultat që nuk pritej, një rezultat që në vetvete linte vend edhe për kontestime nga ana e tij. Shiko, patjetër që Pogradeci kishte kandidatura. Dhe metodologjia e marrjes kandidaturave ka qenë fair, ku ashtu siç ka qenë e përcaktuar dhe me një udhëzim të Këshillit Koordinativ të Qarkut, u morën propozime dhe është e vërtetë që kanë dalë disa emra për të qenë kandidat për deputet në zgjedhjet e 2025-s, por ju thash që lobimi kishte fort, skema lëvizte nga një moment në tjetrin, sepse ka qenë shumë dinamike, askush nuk ishte sigurt. Ka pas zhvillime dinamike, për shkak edhe u thash sepse çdo zonë e qarkut tonë ka specifikat e veta dhe unë mendoj që edhe drejtuesi politik i qarkut, po edhe kryetari i partisë kanë menduar që me këtë listë përfaqësohen të gjitha zonat dhe në fund fare të këtij procesi, unë mendoj që të gjitha zonat e qarkut tonë do të jenë të përfaqësuara me deputet në parlamentin e ardhshëm. Kështu që po e le me kaq këtë. Jo, në një tërmbetje personale? Nuk ka, sinqerisht, atërmbetje personale. Patjetër që unë kam kërkuar që të jem. Kam kërkuar që të jem jo thjesht si qëllim në vetvete që të jem, por sepse patjetër ka qenë edhe indicia, edhe dëshira e antarëve të Partisë Socialiste, e kolegëve të mi, e njerëzve me dhe pa parti, të cilët patjetër e shikonin Erionin si përfaqësues të listës minimalisht të Partisë Socialiste për këtë zgjedhjet e 2025-s. Por tash, domethënë duke qenë në brendësitë politikës, i di fare mirë edhe metodologjinë edhe vështirësinë për të hartuar këtë listë, ndoshta është menduar që duke vazhduar të mbaj pozicionin e kryetarit të partisë ne maksimalizojmë votën. Sepse mund të jetë kjo arsye që qenia ime në listë do na detyronte që ne të tërhiqesha nga pozicioni i kryetarit të partisë, të hynim në një proces që nuk ishte i shëndetshëm për situatën. E qartë, kjo nuk kupton që Erioni, po drejtojmë Erioni, Erioni e mbyll këtu ambicien për të kërkuar pozicione politike. Unë di edhe ambicie të tjera që mund të kenë për zgjedhjet e ardhshme. Shiko, situatat janë dinamike. Erioni është vetë ofruar, nuk më ka marrë njëri me zor te kjo pjesë. Është vetë ofruar për të dhënë kontributin e tij në Partinë Socialiste. Kështu që në çdo moment çdo propozim që do të vi për të përfaqësuar Partinë Socialiste e shikoj vlerësim, e shikoj edhe përgjegjësi. Sepse të merresh sot në politik nuk është thjesht qëllimi vetë që hajse po merrem politikë se është trend. Jo, të marrë me politikë unë e shikoj si një mekanizëm për të ardhur në shërbim njerëzve, për të ardhur në shërbim qytetarëve. Dhe këtë e kam edhe nga profesioni, sepse duke qenë në kontakte me gjithë shtresat e njerëzve, kam kuptuar domethënë që në momentet caktuara të gjithë ka nevojë për të patur një derë për të trokitur, qoftë edhe për të kërkuar mendje për një zgjidhje. Absolutisht. Kështu që në çdo moment që emri im do të jetë ndryes në bisedimeve për postet politike, patjetër që do ta pranoja me kënaqësi si sfidë, por edhe si përgjegjësi. Unë me zipres zgjedhjet e ardhshme lokale për të dëgjuar dhe këtë diskutim. Megjithëse mund të jetë më ashpër se tani. Mbetet për të parë. Bletit shumë dhe Alfos Sollashi, ne i përmendëm pak a shumë si janë marrëdhëniet me individuale, sepse njerëzve nuk i intereson vetëm struktura, se struktura do thuhet gjithmonë mirë, do mundohen që të votojnë sa më shumë etj. Në kontekst, cilat janë relatat me dy kandidatët? Unë për vërtetës me dy kam marrëdhënie shumë mira. Me Bledin kemi qenë një periudhë gati 6 vjeçare, ku unë isha kryetari i qytetit, Bledi ishte kryetari i rrethit, kemi qenë 2 mandate bashkë në asamblen kombëtare, unë kam qenë i zgjedhur, ai ka qenë ex officio për shkak të pozicionit si kryetar partie, se unë kam qenë i zgjedhur me votën e delegatëve të qarkut. Kështu që kemi pas bashkëpunim dhe kemi pas një marrëdhënie të ngushtë, themi në drejtimin e Partisë Socialiste. Edhe me Alfonsin, patjetër Alfonsin e kisha kandidat
tek zgjedhja për kryetar partie, sepse edhe ai ishte pjesë e garës, e platformës që ka qenë në vitin 2022 dhe më pas me propozimin e strukturave të njësisë administrative, ai ka qenë kryetari i partisë të njësisë administrative të Buçimasit. Kështu që patjetër ka qenë nga bashkëpunëtorët e mi. Kështu që unë marrëdhëniet i kam shumë mira. Marrëdhëniet i kam shumë mira, unë i kam uruar të dy për sukses dhe ajo që do doja, që do uroja me shpirt është që a ka mundësi progredetësarët të votojnë me mendje të menaxhojnë votën dhe të nxjerrin pse jo 2 deputet nga Partia Socialiste. Kjo është një nga qasjet që ju po bëni, por në vetvete strukturat mbështesin një më shumë se tjetrin. Shiko, sepse ka disa diskutime që në vetvete thotë që Alfonsi ka hyrë për të si një kandidat pak më jo popullor se Bledi Çoma për të favorizuar Çomën. Të paktën kjo është ajo gjë që unë dëgjoj sot në Progredec kur dal. Mbas edhe tek zërat dhe burimet që kanë brenda Partisë Socialiste. Mund të jetë një nga unë nuk do doja të besoja që të jetë kështu. Sepse tash i besoj qasjes qoftë të kryeministrit, të kryetarit të partisë, të Ramës, qoftë edhe drejtuesit politik Qarkut, sepse ajo nuk ndodhi me Progredecin që një përfaqësues nga platforma deputeti që duam të jetë vetëm Progredecin, ka edhe në Korçë, ka edhe në Maliq, e kupton, pra kjo ishte një risi që ka në listë dhe kandidat nga platforma deputeti që duam. Kështu që Alfonsi vjen nga platforma deputeti që duam. Kështu që unë nuk e besoj, nuk do të besoj që të jetë kjo qasje, kjo interpretimi, kushdo qofshin burimet e juaja brenda Partisë Socialiste. Gjithsesi burimet qëndrojnë dhe në shumicën e rasteve nuk më kanë zhgënjur, por shpresoj që mos më zhgënjejnë edhe tani. Gjithsesi ju e përmendat pak Bledi Çoma ka kandidaturën për herë të dytë. Dhe duket se kjo herë e dytë është më vendimtare për të, sepse do të flasë edhe për vazhdimsinë e tij në Partinë Socialiste dhe do ta marrë mandatin. Si lexoni këtë dhënie të besimit paktën nga qendra, nga drejtuesi i Qarkut për herë të dytë, edhe një test i radhës për Çomën? Shiko, ndoshta unë besoj që kanë marrë për bazë mbështetjen që ka pas në zgjedhjet e 2021. Tash ishte, domethënë, duke lënë me janë drejtuesi politik që e theu Ersin, pavarësisht se nuk do na duhej thyer Ersit, po nominalisht i theu ishte i dyti më i votuar. Nuk është një fakt që duhet neglizhuar. Sepse ne na intereson maksimalizimi i votës së partisë. Sepse kjo garë, ky lloj sistemi zgjedhor që kemi zgjedhur ne, me lista mbyllura, me lista të hapura, kjo ka dy elemente. Ka edhe elementin proporcional, ka edhe elementin majoritar. Majoritar, eksakt. Edhe në lista e hapur është face to face. Domethënë aty ve përpara njerëzve fytyrën, qasjen tënde, investimin tënd profesional, njerëzor, politik tek kërkimi i votës. Dhe çdo njeri, përveç votave që merr nga partia së cilës i përket, ka edhe ca vota të tjera që vijnë nga pjesa gri, por që mund të vinë edhe nga krahu kundërshtar. Siç është për të dy krahut. Absolutisht. Që të kuptojmë. Janë rrjetet. Kështu që unë besoj, është gjykuar në këtë këndvështrim që Bledi të jepet edhe një herë mundësia, meqense ishte mjaftueshëm i votuar në zgjedhjet e 2021 dhe për shkak të atij sistemi Bledi nuk fitoi. E qartë. Duhet të ndërtojmë një fakt që përmendes unë, rrjetet që ndodhin ndërmjet partive politike. Është një situatë më se normale kur partitë politike sjellin modele të caktuara dhe nga ana tjetër marrin, në thonjza vjedhin elektorat apo vjedhin antar nga njëri apo subjekt apo tjetri. Dhe duket se në një logjik të ftohtë të një personi që qëndron jashtë politikës, më së shumti mundësitë për të marrë mbas edhe mbështetës e një parti tjetër i ka majoranca në gjitha rastet. Kjo edhe për shkak të kohës së gjatë në pushtet, por edhe për shkak të mekanizmave që kanë më të lehtë. Opozita nuk ka çka ofron sot, ndryshe nga majoranca. U bën vite që nuk ka ç'ofron.
Për listën e Nëse vërtetës. kjo është një çështje që ha diskutim. Nuk do ta diskutoj pak më poshtë pjesë. Sa i ndjeni konkurrenta, sa nuk i ndjeni do ta diskutoj më poshtë. Okej, në rregull, po është e vërtetë që opozita ka vite që nuk ka çfarë ofron. Kjo është e vërtetë. Të qëndrojmë tek prurjet? Po, vazhdojmë. Të prurjet, a ka pasur prurjet mjaftueshme dhe prurje brenda pritshmërive tuaja nga partitë e tjera politike, nga të gjitha partitë e tjera politike që mund të jenë opozitare drejt Partisë Socialiste? Duket se, më fal, vetëm për një ndryrje të vogël, ndodhet që për shembull unë kam pyetur një kryetar të një force tjetër opozitare në këtë studio dhe kam thënë pse pikërisht mbajnë takimet sekrete. Pse pikërisht edhe në takimet që mbajnë sekrete, njerëzit nuk fotografohen nga përpara. Dhe më është thënë specifikisht që është strategji elektorale. Tani në këtë strategji elektorale, ju agjuani fotot e njerëzve për të marrë dhe për të tërhequr brenda forcës tuaj politike, ta bëre më të thjeshtë pyetën. Fare, absolutisht. Po si ka mundësi që vinë? Cili është Këtë pyetje duhet t'ja bëni atyre njerëzve që vinë. Sepse kjo tregon që Partia Socialiste dhe unë personalisht paktën këtu lokalisht sekretari i partisë jam tek njerëzit që jam për hapjen e partisë. Unë jam për hapjen e partisë dhe kushdo që e ndjen që e gjen veten tek Partia Socialiste, tek vizioni i leadershipit saj, rrugën e ka të hapur. Nuk kemi fare pengesa që nëse ka qenë i një krau tjetër politik, ka qenë i opozitës, nëse ai e ndjen veten që do të vijë të kontribuojë pranë Partisë Socialiste, të jap atë kontributin neve sepse ndihet mirë. Ndihet mirë dhe kam marrë keni pasur, s'keni pasurike. Dakor, në rregull. Ne nuk i kemi marrë me zor. Kjo është pak është e vërtetë. Asnjë nga prurit nuk kemi marrë me zor. Jo, me zor nuk jeni njëri po. Por si duket, ne jemi të mirë. Ne jemi të mirë dhe ata ndihen mirë me ne. Këtë dhe fare, më falë që pëtën presë, fare strategji për të gjurmuar fotot. Absolutisht ja. Absolutisht ja. Fare. Sepse dhe unë... A së bëm përshtypje në njërë në një takim që unë si ka kryetar, jo fare, sepse unë si kryetar partie duke qenë i hapur, unë nuk kam fare problem që kushdo të vit më takoj, të shpreh një konsiderat për të dhënë kontributin tek Partia Socialiste dhe burëm rrugën e ka të hapur. Kështu që nuk më duhet fare që të gjurmoj, sepse nuk duhet marrë njëri me zor. Po mirë, ju keni pjesë të administratës, domethënë, të cilët janë ish antar të Partisë Demokratike që kryesisht në procese zgjedhore të brendshme të këtij subjekti politik kthehen, ha? Po kjo tregon që administrata nuk është e politizuar. Pra nëse ju më thoni që ne nëpër institucionet tona kemi antar të forcave tjera politike që në një palë zgjedhje shkojnë votojnë për partinë e tyre, ky nuk është problemi jon. Bile përkundrazi kjo na bën krenar. Na bën krenar ta themi me zë dhe me figurë që ne administratën nuk e kemi të politizuar, sepse është e vërtetë. Dhe këta dhe me bindi, qoftë në njësitë e pushtetit lokal, qoftë ato qendror, sepse jo dini fare mirë që disa vjet janë drejtor, nuk kemi hequr njeri për bindje politike. Absolutisht jo. Dhe absolutisht nuk e kemi bërë njeriu presion. Kush e ndjen që do të vijë të na bashkohet në këtë rrugë, urdhërohem mirë se të vijë. Do ketë mbështetjen tonë. Patjetër që i kërkojmë mbështetje, po do ketë mbështetjen tonë. Nëse dikush do të vazhdojë të kontribuojë si pjesë e administratës të Partisë Socialiste, por jeta politike do ta bëjë tek krau tjetër, le të vazhdojë i lirë. Okej, po qëndroj këtu, do qëndroj në këtë pikë, sepse ka pasur aludime në procesin e primareve, ka pasur indikacione nga Partia Socialiste nëpërmjet disa punonjësve të administratës të votojnë njërin ose tjetrin kandidat të primareve. Të paktën këto kanë qenë aludime që diskutohen më së shumti edhe në kafene, do themi tani pse marrim shembull kafenet, po aty shqiptarët aty është institucion shqiptar. Absolutisht, aty zgjedhin të drejtojnë hallet e tyre. Apo dera zgjidhen në kafe njëherë, pastaj zgjidhen institucionalisht, por këtë edhe këtë jam i bindur. Sa keni ndikuar në këtë proces? Në vetvete. Në një mbledhje, saksoj. Në një mbledhje të Partisë Demokratike në qytetin e Progretesit, njëri nga kandidatët e primareve, konkretisht Genti Çela, është shprehur që ka indikacione nga Partia Socialiste për të ardhur për të votuar në primare.
Ndërkaq, më vonë janë konstatuar që ka pasur punonjës të administratës, vendore në qytetin e Pogradecit që kanë votuar në këtë proces dhe për të shkuar edhe më tej, duket sikur vetë kampet e brendshme të Partisë Demokratike janë përplasur në vetë faktin që disa u mbështetën nga Partia Socialiste, prandaj fituan dhe prandaj hyrën në listë për shkakun elementar dhe shkakun kryesor, sepse Partia Socialiste në garën e primareve kishte objektiv që të nxirrte kandidatin më të dobët. Inshallah se shumë e ngatëruar, po jo shumë e ngatëruar, është e qartë kjo që thoni ju, por mua nuk më rezulton. Kështu se juve thoni Partia Socialiste dhe këtu unë jam përfaqësues jam kryetari i Partisë Socialiste. Po, dhe ta them me përgjegjësinë maksimale, që nuk ka pasur asnjë lloj interes po të them. Po jo më involvim në këtë lloj procesi. Sepse pak a shumë që në momentin e parë ne e dëgjuam cilat ishin kandidaturat që të ishin pjesë e primareve, nuk ishte absolutisht asnjë lloj risie për ne dhe nuk përbënte problem asnjëri nga ne kushdo që ishte nga ata që ishin në atë listë. Asnjë. Për ne janë të gjithë kundërshtar politik, po jo armiq, që të kuptohemi, janë kundërshtar politik. Po gratis, qytet shumë i vogël janë kundërshtar politik, thash, por që nuk është se na prishin ndonjë punë nëse është X-i apo është Y. Kështu që nuk është, domethënë jo sot, po asnjëherë Partia Socialiste nuk është se ka pasur në misionin e saj për të ndryrë në proceset e brendshme të Partisë Demokratike. Ndërsa kjo që thoni ju, që ka pasur, hajtë po e quajmë në mirë qenë funksionarët administratës tonë që shkon ka votuar atje, ta thash kjo është ajo tjetra që na bën që ndjehemi ne mirë që ne në administratën tonë jemi depolitizuar dhe patjetër dhe ai që është antar i Partisë Demokratike apo simpatizant ka të drejtin që kur shkojnë të bëhen zgjedhja ndër të shkojnë të votojnë. Unë nuk e di që të jetë që të ketë ndryrje absolutisht, tek këtë e them me përgjegjësi. Në rregull, jo, gjithsesi prap mua më intereson që dhe opinioni publik të sqarohet. Patjetër. Për sa i përket kësaj pjese. Do të them pra tek pjesa e listave, a keni frikë nga një copëzim vote nga rrethet e tjera? Ndodh që në Pogradec mund të vi të marrë një kandidat tjetër, sepse këta kanë vënë lista e hapur. Është pjesa majoritare. Pjesa majoritare. Ata të cilët do luftojnë për vota dhe sidomos në një garë të brendshme. Tek këtë radhë të jetë shumë e ndjeshme sepse këtë radhë së kodi zgjedhor është qoftë edhe një vot më shumë ka një vot, sepse me një vot nuk është se ka as dysheme as tavan, domethënë thjesht një vot më shumë a i druani këtij fakti në vetvete dhe a keni ngritur ju mekanizma për të lobuar për të marrë vota për dy kandidatët tuaj të Pogradecit edhe në rrethet të tjera? Shikom, ne si Parti Socialiste, si kryesi, që të kuptohemi, faza e parë është maksimalizimi i votës për Partinë Socialiste, sepse është ajo që ndan mandatet. Absolutisht. Që të kuptohemi, është pjesa proporcionale. Dhe ne, të gjithë makinerinë tonë elektorale, do ta vendosim në funksion të maksimalizimit të votës së partisë. Pastaj është pjesa tjetër, që kandidatët që janë lista hapur kanë sfidën e tyre majoritare. Më kuptoni, nuk ndodh asgjë kundi që të bësh pakt që shiko ti mos hajt merr vota në Pogradec apo kandidati i Pogradecit të shkojë të mos marr vota, po them në Korçë apo në Malisht. Nuk e bëni këtë fakt. Nuk ka pakt. Ata që kanë emrin në listë të lobojnë vetë personalisht. Ne na intereson që çdo votë që sillin ata janë tek vota e thesit të madh, e proporcionalit, ndërsa vota nominale pastaj është preferenciale. Çfarë do të këshilloja unë votuesve të Partisë Socialiste, antarëve dhe simpatizantëve, pra votuesve Partisë Socialiste, që e kanë mundësinë që këtë radhë të nxjerrin 2 mandate deputetësh. Pra nëse punohet që të mos dalin fletë të pavlefshme, se ne kemi edhe një problem që ky lloj sistemi nxjerr edhe shumë fletë të pavlefshme. Absolutisht. U testuar në rreth 25%. Pra nëse punohet që të mos ketë fletë të pavlefshme dhe nëse punohet me mendje dhe me zemër, me zemër tek Partia Socialiste për maksimalizimin e votës, por me mendje për të nxjerrë 2 mandate deputeti, unë them që Pogradeci, bashkë me votat e diasporës, ka vota mjaftueshëm për të nxjerrë 2 mandate deputetësh. Ndërsa historia e marrjes votave të kandidatëve Pogradeci në rrethet e tjera apo në sjellësh
në fund fare shkon një kejek. Pra sa që marrin, na marrin. Domethënë kompensojnë njëra tjetrën. Është një qasje e pakontrollueshme, eksakt. Patjetër. Po s'ka sepse tash këto janë zgjidhje kur është majoritari në lidhjet farefisnore, miqësore, shoqërore, në valle, e kupton. Po me ty jemi do të hapim të Partia Socialiste, po këtu kam kaq tash unë këtë kam njëri unë tim, këtë nuk e shmang dot. Eksakt. Këtë nuk e shmang dot. Dhe patjetër që ne nuk do të bëjmë orim. Jo, kjo ishte një mesazh dhe në fakt del një lajm që ju secili nga kandidatëve i thoni luftoni për votën tuaj. Të paktën kështu këtë. Patjetër. Terrenin e kanë të hapur. Por votën tek Partia Socialiste në gjithë rastet. Patjetër, po sigurisht, sepse edhe nëse ata do të marrin vetëm votë nominale, patjetër që llogaritet Partia Socialiste. Po qartë, është pjesa edhe nëse votohet vetëm kandidati. Po edhe nëse votohet vetëm kandidati, vota i kalon automatikisht edhe partisë. Është subjekti politik, është kalkulimi i KQZ-s në lista. Dua të shoh përpos kësaj pjese ju folët pak për pjesën e votës së diasporës. Është një test që kryet për herë të parë. Dhe besoj që edhe matjet janë më abstrakte, nuk ka matje shumë konkrete. Si e shikoni votën e diasporës për në qytetin e Pogradecit, konkretisht për sa i përket vetë mbështetjes Partisë Socialiste, sepse këtu e keni më të thjeshtë që ti bëni dhe sondazhet apo kalkulimet tuaja politike. Është e vërtetë që këto palëzgjedhje është era e parë që krijohet mundësia për të votuar diaspora dhe më lejo ta them që është fal insistimit të Partisë Socialiste. Jo, po ta dëgjonte lapa i këtë do thoshte jo, kam thënë unë. Po më mirë me gojë e ka thënë okay, në rregull. Po është insistimi i Partisë Socialiste për të bërë të mundur votimin e diasporës. Pastaj lapa apo dhe kush tjetër ka të drejtë të thotë atë që mendon. Sigurisht ne kemi bërë kalkulimet tona, por kjo është një votim me shumë panjohura, për të vërtetës. Po, sepse pam që tek procesi i regjistrimit, që ishte një proces për të vërtetës jo dhe shumë i thjeshtë. Eksakt. Jo dhe shumë i thjeshtë, pavarësisht asistencës edhe nga KQZ-ja dhe një tjetrën. Por kishte problematika dhe veta. Familjarët e mi në disa raste që kam jashtë flas, aplikuan, u refuzuan dhe nuk mundën do të riaplikonin. Ne humbën drejtën e votës. Lexoj edhe këto të dhëna statistikore nga KQZ-ja, ajo që ishte për rekord ishte erën e 20 ishte regjistruar. Erën e 20, po. E thash me vete sa më qefas ka pasur të votoj. Të votoj. Provoj përsëri. Imagjino një person tjetër që nuk mund ta lidhë dot asnjë interes dhe një i ri për shembull që është rritur në Greqi apo në Itali që se ka bërë fare politikës. Nuk tenton dyer. Është proces që ka të panjohurat e veta, por sigurisht ne bëjmë kalkulimet tona dhe besoj që në votat e regjistruara nga diaspora ne do të marrim pjesën e luanit. Të kujt luani? Pjesën e luanit, pjesën më të madhe. Okay. Pjesën më të madhe të votave të diasporës besoj që do të jenë vota për Partinë Socialiste. Paktën me kalkulimet tona që bëjmë. Jo, të pyeta sepse do dalloj shumë keq në opinionin publik kjo pjesë. Pjesa e luanit, domethënë ajo është një tortë, po them, po i thonë që të gjithë do shkojnë, kush më shumë do marr luani. E kuptoj. Ju keni qenë vetë në takimin e diasporën disa herë, në Selanik, në Selanik, në Athinë. Cili ka qenë të paktën kontakti apo ato problemet që shprehin më shumë bashkëqytetarët tanë që jetojnë jashtë? Ajo që na bashkonte, ato shikoj, ishin takime shumë të bukura sepse kishim bashkëqytetarë që shumicën ishin moshatarët e mi, po që rrugët na ishin ndarë që para ndoshta 25 apo 30 vjetësh dhe unë nuk i kisha parë dhe përveç atyre takimeve me madh me nostalgji për pjesën e fëmijërisë tonë, sigurisht diskutuam edhe për jetën e tyre tashmë në Greqi. Shumica ishin të rregulluar mjaft mirë familjarisht me punë, me bizneset e tyre, e vlerësonin maksimalisht ndryshimin me ndryshimet që kanë ndodhur në Pogradec, por edhe në Shqipëri, sepse të gjitha dhe janë që vinë pastaj në Shqipëri, por kur e thon pjesa e emigrantëve të Greqisë që vinë më shpesh, e kupton që i kemi shumë afër.
sepse vinë më shpesh për shkak edhe të aftësisë, domethënë ndihesh mirë se dikush që vjen një herë 5 apo 7 vjet nga jashtë patjetër që shikon ndryshim. Po këtë ndryshim e vënë re dhe pjesa e afërt me diasporës, e kupton, tregon që ndryshimet janë të qëndrueshme. Pra, vërtet kanë ndryshuar për mirë. Dhe ata në takimet tona patjetër që shprehin konsideratën për drejtimin e qeverisë nga Partia Socialiste. Pra, detyrimisht për ju është një sinjal, keni marrë një sinjal nga ata. Patjetër, kemi marrë një sinjal që ishin shumë të interesuar për të votuar. E kuptoj. Unë duhet të qëndroj edhe në 2-3 elemente, pjesa e votave të 2021-shit, ju keni arritur të siguroni rreth 15.699 vota, kundrejt 12.509 vota të Partisë Demokratike dhe LSI-s që është 2.718. Pak a shumë nëse i shohim jemi aty në aspektin e votave shumatore matematike. Në shumatore matematike, por jo në përkthim të mandateve, sepse Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrimin në atko kanë qenë listat ndara për pak vota, LSI-ja nuk e mori mandatin e radhës. A ju tremb ky rezultat tani përsa i përket kësaj situate, duke ditur që edhe një pjesë të luftës më të madhe ju e keni edhe brenda strukturave, siç e thash, për marrjen e votave etj, por në vetvete a mund të jetë ky një rezultat që do të ndryshojë qasjen dhe mund ndryshojë edhe qeverisjen nesër? I trembin një këtij fakti? Me takimet që kemi ne në terren me njerëzit çdo ditë, por edhe nëpërmjet sondazheve tona nuk rezulton që ajo shumëtorja matematike e shifrave të 2021-shit do të përsëritet për të zgjedhje, pavarësisht se sot do janë në një koalicion. Ka rrjedhur shumë ujë deri atë. Mos harroni edhe një gjë tjetër që zgjedhjet 2021-shit kishte një specifik tjetër, sepse këtu ishte krijuar psikoza që 8 vjet njëri, 8 vjet tjetri dhe po shkonte drejt këtij progresioni gjeometrik, domethënë dhe kundërshtari politik, mbështetësit e tyre ishin maksimalisht të angazhuar sepse mendonin që erdhi dita tona, thua se është një radhë qumshi që do vesh shishen, tash do presësh 8 vjet tash të erdhi radha dhe merr shishen. Tani mund të jetë akoma më keq kjo, në bazë të teorisë njerëzit lodhen më shumë, sepse në 12 vite në një karike po të mbash nuk janë lodhur, do ta kishim kuptuar dhe do ta kishim ndier në kontaktet e përditshme që kemi me njerëzit. Për vërtetës jo. Po tani nëse ne themi këtë gjë që nuk janë ndodhur është shumë e tepërt. Mund të thua që mbas ata nuk kanë një alternativë tjetër, po jo se nuk janë ndodhur me këtë qasje. Se nuk mendoj që një shtetës në Shqipëri, për mendimin tim, po të jap mendimin tim, më gjykoj vetë dhe mund të thesh edhe përgjigje, nuk mendoj që një shtetas në Shqipëri është i kënaqur me qeverisjen e Ramës. Problemi qëndron tek ajo pjesë që arrin tani në fund në këtë fushat zgjedhore dhe nuk dit ku të orientojë votën. Dhe siç duket, strukturat e Partisë Socialiste janë më të afta që ta rikthejnë votën aty ku është, mbas edhe për një të pakënaqur. Që unë takohem me miq çdo ditë dhe më thonë nga mëngjesit e darkë që jemi lodhur në Shqipëri, na është mërzitur Rama dhe kur vjen puna për të votuar, nuk e di si, po pra votojnë Rama. Kjo është një qasje që kjo është sa po afron fushata zgjedhore, po të shohësh sondazhet që fillojnë para 4 apo 5 muajsh, shifre domethënë që pjesa gri apo pjesa që janë gati të votojnë partitë e tjera është goxha e madhe. Dhe që kom pas e sondazhe ato muaj pas muaj fillojnë që ulet dhe fillojnë rriten kurbat e partive të mëdha. Absolutisht. Domethënë kjo në politologji njihet, pra sa më shumë afër datës së zgjedhjeve afrohesh, pjesa e votës fillon orientohet tek partitë tradicionale. Dhe pastaj vim në momentin që ai që ka qenë i pavendosur apo ka qenë për votuar partitë tjera, por që nuk i ngjitin deri në atë moment, duhet ta ndajë këtë vot midis Partisë Socialiste dhe kampit opozitar. Ulet në momentin e ftohtë bën ca llogari. Është qartë. Dhe unë nuk besoj se sot ka kampi opozitar ka alternativë. Është ajo që thatë ju.
Jo, po këtë se thash unë. Këtë unë do veti. Unë nuk besoj se ka alternativë. Për qenë Kjo është kështu që shqiptarët e kanë kuptuar, nuk kanë kohë për të humbur më. Dhe ne jemi në vazhdim të sloganit që kishim 2021. Vetëm përpara më jo kokën mbrapa, sepse ky është një moment krucial për historinë e Shqipërisë. Ne jemi shumë afër realizimit të aspiratës së të gjithë shqiptarëve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe jemi më afër nga të gjitha vendet aspirante. Jemi më afër se kur. Dhe shqiptarët nuk duhet ta humbasin këtë shans. Nuk kemi kohë të eksperimentojmë. Të kthehemi 12 vjet mbrapa. Shqiptarët që nga 2013 dhe në vazhdim kanë hyrë në Europë, kanë hyrë në konceptin më të drejtë, larguar në drejtë Europës. Dhe kanë lënë këtë vend bosh, por gjithsesi kjo është një element politik bërjes që kushton shumë asaj popullsisë aktive. Ju keni këndvështrimin tuaj që unë respektoj që shqiptarët kanë ikur, po pikërisht po nuk është censusi që kanë lëvizur vetëm shqiptarët. Sot njerëzit janë të lirë, janë të prirur që të shkojnë diku ku mendojnë që të jetojnë më mirë. Dhe nuk është as pak keq që ti të kërkosh për më mirë. Siç kanë ikur shqiptarët nga Shqipëria, kanë ikur grekët nga Greqia, kanë ikur gjermanët. Po pse sot shqiptarët janë shumë të preferuar në Gjermani? Sepse kanë ikur gjermanët. Po pse kanë ikur gjermanët nga Gjermania? Po sepse kërkojnë më mirë. Është qartë. Dhe gjermanët shkojnë në Kanada, shkojnë në vende nordike. Kjo është këto janë në këndvështrimin tim, këto janë lëvizje ciklike që kanë ndodhur edhe në 92-94. Po ka pasur kthime. Ka pasur kthime. Po patjetër që në 92-94 patjetër që do ketë pati një rrjedhë sociale. Një vit e gjysmë, 2 vite gati 2 vite e fundit, e kupton, domethënë kemi arritur në ekuilibrin midis atyre që emigrojnë dhe atyre që kthehen. Pra nuk po krijojmë më boshllëk. Kjo është një histori që ka prekur të gjithë globin, jo vetëm Shqipërinë. Unë nuk dua ty në këtë pjesë. Niko Peleshi dhe Iglikaso janë përballë njëri tjetrit në qark. Po, si drejtues politik qarqe shpo. Si lexon? Sepse besoj që edhe jo si kryetari i Partisë Socialiste, po edhe në perceptimin tënd. Dy figura, është Peleshi i cili mban atë drejtimin e madh të qarkut për vitesh tashmë, që nuk ka lejuar në vetvete figura tjetër konkurrente përballë tij. Nuk i ka lejuar në asnjë rast, edhe kur kanë tentuar të ngrihen, dhe është edhe Kaso që vjen si një individ i ri në qarkun e Korçës, i një partie politike, në vetvete pa eksperiencë elektorale, por me eksperiencë politike ligjore, apo jo? Shikoj, ju bët një interpretim tuaj për drejtuesin politik të qarkut të Partisë Socialiste. Më lejoni të them që nuk jam dakord me atë që thoni ju, që Niko Peleshi nuk ka lejuar njeri edhe kur ka dashur. Do thënë, këto janë më tepër biseda kafenesh, për të jesh i sigurt. Janë biseda kafenesh. Është institucione vetë kafeneja, jam dakord. Jo, okay, në rregull, patjetër, por jo gjithmonë për merr produktin e dëshiruar. Ajo biseda kafenes. Niko Peleshi ka një posturë të konsoliduar si lider politik. Dhe për mua ka vlerësimin maksimal. Si keni marrë? Ka vlerësimin maksimal sepse ka qenë 2013-ën që rezultatet si drejtues politik i ka fantastike në qarkun tonë. Kështu që atë që i takon Cezarit duhet t'i japim Cezarit, e kupton. Niko Peleshi meriton për qenë drejtuesi politik i qarkut. Nuk jam fare dakord me këtë që përmendet emrin e prefektit të ndërruar, të ndërruar që erdhi, po prefekti nuk ka ardhur në Pogradec në qarkun ton për luftë me Niko Peleshi. U duk sigurisht një këtë ma beson. Jo, kjo ishte diçka në opinionin publik që duket edhe brenda të majtëve. Jo vetëm Tani un po ju them opinionin tim si kryetari i Partisë Socialiste, se ka shumë veta që quajmë edhe të majtët dhe që në emër të majtëve pastaj marrin edhe autorsinë për të prodhuar. Ti je sigurt që ato që mendojnë ditët e vrentura, jo ditët me diell. Për mua, unë marrëdhëniet i kam shumë mira, kemi marrëdhënie institucionale, por
patjetër që I kam shumë të mira, komunikojmë, jemi në komunikim të vazhdueshëm, konsultohemi për situatat që na krijuan dhe patjetër që është një bashkëpunim që është vërtet që vendet majtë vetë Progredesit ju keni lidhjen më të afërt me Peleshën? Jo. Nuk e di ku e keni këtë. Jo, thjesht pyeta. Kjo është s'kam informacion. Nuk besoj se ke thjesht se ashtu të erdhi tani për ta thënë, po ndoshta mund ta kesh dëgjuar edhe në këto kafenet. Ja, nuk besoj se kam lidhje më afër se pjesa tjetër e drejtuesve politik. E qartë. Të njëjtën marrëdhënie që ka mos kryetar partie ka pasur edhe Bledi kur ka qenë kryetar partie. Absolutisht. Kështu që nuk më rezulton kështu. Po zotin Çerkolli, tashmë ai është në mandatin e dytë, 2 vjeçarin e dytë të mandatit. Një figurë tjetër politike shumë e rëndësishme në Partinë Socialiste sepse siç duket bëri dhe atë kthimin nga blu në ngjyrën tuaj kur braktisi zgjedhjet kapri apo jo. Kur blu tash këtë blu po më. Po pra, ka qenë Eduard Kapri në bashki dhe bëri ndryshimin. Unë se ti the blun për edhe Kapri si ishte blu tash se vinte nga pjesa e rozës, pahat është çështje tjetër. Okej, në rregull. Gjithsesi unë nuk do të vjen në atë pjesë sepse prap do vriteni ju më shumë se unë, kështu që mos ke bëra, nuk vritet, kemi amortizator. Kështu në këtë qasje, si figurë politike, ka dhe një peshë të madhe në Partinë Socialiste në Progredes normalisht në kryetar bashkie. Cilat janë marrëdhëniet tuaja? Unë marrëdhëniet me kryetarin e bashkisë I kam shumë të mira, sepse jemi bashkë në këtë udhëtim, domethënë që në kryet e erës që nga viti 2007-2008 kur Iliri mori kreun e partisë duke qenë në opozitë, sa isha antarësuar tek Partia Socialiste dhe kisha marrë për të drejtuar një organizatë dhe pastaj rrugëtimi ka qenë I përbashkët. Kemi qenë bashkë në sa beteja, patjetër që kam komunikim miqësor për te edhe I raportit politik. Okej. Këtu do qëndroj, do të vazhdoj tash edhe tek pyetjet e fundit në fakt. Para se të pyes çfarë po prisni në 11 maj, do të pyes keni përballë në listat Genti Çalën, Genti Çelën, Brunilda Priftin. Janë 3 kandidatët nga Progredesi, nëse brenda kampit tuaj janë 2 që në listën përballë përfshihet e koalicioni ngeni edhe 3 persona të tjerë. Si e shihni si kandidat të mundshëm dhe a do t'ju vështirësojnë këtë fushat të 11 prillit? 11 majit, më falni. Unë I vlerësoj të 3 si kundërshtar politik, nuk është se është ndonjë prurje e re që ne bëjmë kalkulime, sepse përballë kemi pas kundërshtar politik, kemi pas për shumë fushatash. Domethënë janë figura me një background politik të qartë, përfaqësues të Partisë Demokratike apo të Partisë Lirisë, që nuk është se kanë qenë ndonjëherë jashtë, nuk është se kanë qenë ndonjëherë me ne, kanë qenë gjithmonë përballë dhe do të vazhdojnë do të jenë përballë. Nuk shoh që të jetë ndonjë risi. Pra nuk I konsideron, me këtë gjë që po thua nuk I konsideron. Këtë e thatë ju konsideron. Jo, po thua nuk po sjell risi dhe në momentin që thua nuk sjell risi, domethënë fjala risi është, nëse këtu do të ishte një figurë tjetër, përveç këtyre që janë provuar, se këta janë të provuar. Domethënë janë të provuar si kundërshtarë tanë politik. Eksakt. Të gjithë janë provuar si kundërshtarë tanë politik. Ne patjetër jemi shumë të kujdesshëm për të vlerësuar maksimalisht kundërshtarin tonë politik. Patjetër. Po këta janë të provuar që kanë qenë kundërshtarë tonë politik. Unë personalisht kam raporte normale me të gjithë, si qytetar, si banor të Progredesit, por politikisht përballë kemi pasur dhe përballë do t'i kemi. Cilat janë pritshmëritë tuaja për 11 maj dhe cilat janë kartat e forta që po luani? Pritshmëritë në çfarë këndvështrimi? Në aspektin çfarë ndodh në datën 12. Patjetër që ne jemi të bindur në fitoren e mandatit 4 të Partisë Socialiste. Në rang qarku, Në rang qarku ne detyrim politik është 6-4, nuk diskutohet, detyrim politik 6-4, por patjetër që do të sulmojmë drejt mandatit të 7.
Ata po lubojnë për 5-5, ëh? Okej, në rregull, gjithsecili bën kalkulimet, bën llogaritë e veta. Partitë e vogla, partitë e reja që do të thonë, i shihni si një problem që mund t'ju heqë vota, sepse është e vështirë të sigurojë një mandat. Partitë e vogla për rizë vërtetës kanë një tjetër tipologji e pune. Pra nëse partitë e mëdhaja kanë forume, dalin hapur, mbledhin njerëz, bëjnë takime, partitë e vogla kanë tjetër tipologji, domethënë punojnë underground, punojnë shtëpi më shtëpi, der më der, e kupton me miqësira, me shoqërira, kështu që por nuk më duket që të jenë prezente, domethënë në territorin e Bashkisë Progresit. Mbetet për të parë. Po unë them që këtu do të lohet midis dy kampeve të mëdha, midis Partisë Socialiste dhe koalicionit tjetër të opozitës. E qartë, për pikat e forta, ato kartat më të forta që po luan Partia Socialiste në këtë moment? Sepse do të ketë disa qasje, për shembull programe elektorale apo nuk do të hyj në detaje sepse do jeni ftuar përsëri në patjetër në momentin që patjetër ajo do të jetë në një etapë tjetër, por ajo që ne do t'i mësojmë fort, është karta e antarësimit të Bashkimit Evropian. Duke qenë më afër se kur jemi e vetmja parti që mund ta bëjë realitet. Kështu që ne pritet të shohim dhe vazhdimsinë e fushatës. Fushata është dinamike në vetvete. Patjetër. Duket se ka pasur në një moment caktuar ulje të lehtë, të paktën edhe të pëlqyeshmërisë së Partisë Socialiste, të paktën në nivel kombëtar me ardhjen e Lasivitës edhe me goditjen ose futjen në burg të Erion Veliajt, gjithsesi duket prapë që ka dinamizma të vazhdueshëm brenda subjektit, që akoma pavarësisht se dhe ju mund të thoni që ne kemi 6-4 apo të tjerët mund të thonë 5-5, është një rezultat i palexueshëm aktualisht sepse ende është pa filluar fushata. Ne kemi sondazhet tona. Domethënë dhe PD-ja vetë kampi opozitare di që 6-4. Patjetër që ata kanë ambicie 5-5. Ai thotë rastin më i keq 6-4. Ata e dinë që 6-4 dhe patjetër objektivi është 5-5. Si ne që e dimë që 6-4, objektivin e kemi 7-3. Atëherë këtu jemi në fushë betejë. Në pritshmëri tuaj. Po, patjetër. Doktor, falenderoj. Faleminderit edhe për ishte kënaqësi që të kisha në studio. Edhe për mua kënaqësi Armando. Dhe ftesën e keni të hapur çdo herë që të mendoni që duhet të thoni diçka për publikun. Dhe vlerësoj për më tepër pjesëmarrjen tuaj sot në këtë podcast, për vetë faktin sepse intervista shfaqet edhe në një nga portalet më opozitare të Progresit që ju bën edhe pak më shumë opozitë se ç'vet opozita. Faleminderit. E bukur, faleminderit Armando, edhe për mua ishte kënaqësi, ju uroj sukses. Të nderuar, ishim sot me drejtuesin e Partisë Socialiste në qytetin Progresit, zotin Erion Tëngjilli, mjekun e njohur, i cili na foli më tepër për zhvillimet brenda kampit të vetë majorancës, por nga ana tjetër edhe për pritshmëritë që pritet të ketë kjo forcë politike në zgjedhjet e 11 majit. Në fakt, në vazhdimsi ne do të kemi e kemi konfirmuar tashmë një intervistë me zotin Bledi Çomo, i cili do të flasë më tepër në lidhje me pjesëmarrjen e tij në garë. Deri atëherë, ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.